Një nga skandalet më të rëndësishme të sigurisë elektronike në Shqipëri ka përfshirë prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas materialeve të dosjes së dorëzuar gjykatës, kompjuteret e 3 prokurorëve të SPAK janë hakeruar dhe përmes këtij sulmi janë përfituar informacione të ndjeshme që lidhen me figura të larta politike dhe biznesi. Mes dokumenteve të përfituara gjenden të dhëna dhe materiale rreth ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj, Damian Gjiknurit, Klodiana Llojbeut, fotografi me Kallëpe Floriri dhe kontrolle në banesën e Franc Çopjes. Hetimet tregojnë se sulmi u krye nga një grup i koordinuar. Në akuzë janë përfshirë 3 persona: Agim Ismailaj, Arnold Rokaj dhe Zambak Gjoni. Sipas Zambak Gjonit, ai ka marrë materialet nga Rokaj përmes WhatsAppit dhe një link që nuk hapej përmes cilit përçoheshin dokumente dhe informacione nga sistemet e SPAK-ut. Ai pretendon se disa të dhëna ai ka deleguar tek miq me të cilët diskutonte rreth aktualitetit në Shqipëri, mes tyre edhe ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili. Megjithatë, SPAK e konsideron këtë përfitim të informacionit si të koordinuar dhe të qëllimshëm, duke përfshirë edhe kërkime për persona të tjerë si Ulsi Manja, ku ish-zyrtari i burgjeve përgjigjet se do të ishte e hatashme të jepeshin të dhëna të tilla. Sipas deklarimeve të Arnold Rokajt, hyrja në sistemet e SPAK-ut ka ndodhur fillimisht nga kurioziteti. Ai pretendon se provimi i fjalkalimeve i lejoi të thyej emailët e 3 prokurorëve, të cilët përdornin passwordin SPAK 2019. Megjithse sulmi në praktik preku vetëm 3 prokurorët, në dosje është përfshirë edhe një mesazh i Rokajt për Gjonin, shumë shpejt Klod Brahon, duke lënë të kuptohet se hakerimi mund të kishte pasur synime më të gjera. Ky rast nxjerr në pa jo vetëm cënimin e sigurisë së SPAK-ut, por edhe implikime politike dhe lidhje me personazhe të rëndësishëm në vend. Materialet e përfituara përfshin dokumente, fotografi dhe informacione të klasifikuara që lidhen me aktivitete financiare, kontrollin e burimeve dhe hetimet mundshme që kanë përfshirë ish-zyrtar të lartë. Rasti ka ngjallur shqetësim të madh në drejtësi dhe përfaqësuesit e institucionit kanë theksuar nevojën për rritjen e masave të sigurisë në mënyrë që informacionet sensitive të mos përfundojnë në duart pa autorizuara. Përveç implikimeve ligjore për 3 të akuzuarit, skandali ka nxitur edhe debate rreth etikës dhe përgjegjësisë në shpërndarjen e informacionit të klasifikuar. Dosja tregon një koordinim të mundshëm dhe një përdorim të informacioneve për qëllime personale, duke u bërë një paralajmërim serioz për institucionet e drejtësisë në Shqipëri. Ky hakerim jo vetëm që zbuloi dobësitë në sigurinë elektronike, por gjithashtu ekspozoi lidhjet e mundshme mes drejtuesve të lartë, personave të afërt dhe interesave private që mund të kenë ndikuar në hetime ose lëvizje strategjike brenda vendit. Në thelb ky rast nuk është thjesht një hakerim teknik, por një paralajmërim për pasigurinë e informacionit të ndjeshëm dhe pasojat e tij potenciale për besueshmërinë e institucioneve dhe stabilitetin e procesit të drejtësisë. Dosja pritet të jetë një pikë referimi për hetimet më tejshme dhe për masat parandaluese që duhet të ndërmerren në të ardhmen.